ky projekt. Ende pa filluar puna. Bashkia e Tiranës ka marrë 14 milion euro taks edhe nga ky projekt. 14 milion euro janë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që në këtë projekt, nga ky projekt, kur të bëhet realitet, qyteti do fitoj, komuniteti do fitoj Çerdën, do fitoj Kopshtin, dhe ndërkohë Bashkia e Tiranës mund të fitoj edhe një shkollë, sepse angazhimi i investitorit në këtë rast është që të ndërtojë dhe shkollën në momentin që do t'i jepet trualli për ta ndërtuar. Dhe në këto 14 milion euro janë edhe pjesa që shkon tek 3% për strehimin. Pra, kush investon në këto projekte, natyrisht investon për një vlerë të shtuar, nuk diskutohet. Pa diskutim që këto apartamente nuk i blen dot asnjë i varfër dhe asnjë njeri që thjesht jeton me një pagë të ulët apo mesatare.